3 orë para ndeshjes, si një lumi gjatë, tifozërit vërshuan drejt një adrese tashmë të ditur, stadiumit kombëtar Qemal Stafa. E të duket se lana ka dal nga shtrati. Bardhë e blut, të etiketuar fanatiks, me më shumë në numër dhe më shumë në eufori, kanë kënduar në kor, madje edhe me një dirigent të veshur në uniformën e tyre. Nga ana tjetër, Partizani, me guarilsat dhe të tjerë që ndiqnin nga pas. Partizani që duhi sipas kalendarit të udhëtonte por brenda shtëpisë së tij në kryeqytet. Policia në një mision të jetë profesional ndjek çdo lëvizje me qëllim që lumi të mos dalë nga shtrati. Dekori i stadiumit kombëtar Qemal Stafa ngjan me ato të stadiumeve të huaja në Europë. Derbi duket se ka nisur nga rivaliteti në dekor të tifozërive, ku janë vendosur në tribunat përkashi e në tribunën qendrore. Zona e D2-shit është pronë e vendosve, ndërsa D3-shi është ngjyrosur i gjithë i kuq. Flamuj, banderola dhe gjithçka që duket dhe duhet në një sfidë futbolli. Tifozët duket se kanë shënuar golin e parë, pa filluar akoma ndeshja. Ata janë më të mirë. Nis me 1 minutë heshtje. Artistja e madhe nderi i kombit, Vacezela, gjen vend për respekt, edhe në familjen e futbollit shqiptar. Në 1 minutë heshtje, në këtë derbi të madh, në këtë ndeshje historike, Tirana Partizani. Më tej vërshëllime e fjera ku Temirion Sino i jep sinjalin e nisjes, emocion dhe garë, pak raste dhe një ngjeshje skuadrë për të mos u dorëzuar shpejt. Taktikisht, të dyja ekipet qëndrojnë stoike. Në minutën e 7, portieri Hoxha grushton dhe Tirana bën paralajmërimin e parë. Rastet janë të rralla, por kujtesa vazhdon. Në mburu në 25-ën Godet, por shënjesër e tij është gabim. Pas 37 minutash, Partizani kujtohet për portën mike dhe Dunkovic me kokë sjell rastin e parë për të kuqt. 1 minutë para se të mbyllej pjesa e parë, është Mazreka që gjuan një goditje dënimi, por gjithsesi s'ka rrezik. Kaq mjafton dhe si pa kuptuar gjysma e derbit është mbyllur, por jo analiza dhe komentet nga gazetarët që ishin të shumt në tribunë. Vlora për të ndjekur këtë derbi, Mojsi Talibi përse? Kthehet mba shumë vitesh një derbi i tillë i kryeqytetit, ka shumë interes. Natyrisht që erdha të shijoj një ndeshje të bukur. Pjesa e parë mendoj se kishte ritëm, ishte më superiore Tirana, krijoi më shumë raste, më volum loje, por disi konfuze përpara portës së Partizanit. Partizani të rris pak rolin e vet, Tirana është shumë mirë, luan më qartë. Partizani del tani ka menduar për mbrojtjen. Inshallah të traditës pjesën e dytë on shënon gol, sipas me parë. Sa vlen ky derbi sot? Sa vlen ky derbi? Vlen shumë, vlen jo vetëm për historinë, por edhe për pikët për të dyja skuadrat. Sidomos për Tiranën që gjendje shumë vështirë. Apo i shijoni sonte? Po sigurisht po shijoj. Unë Partizanin e ndjek gjithmonë në kudo. Sonte mendoj që do fitoj Partizani. Mendoj që të paktën gabimet e pjesës parë për sa i përket skuadrave, them që pjesa e dytë do të shikojmë të paktën një ndeshje spektakli siç është Partizani Tirana dhe mendoj se do të ketë spektakël. Megjithatë, në momentin që do të shënohet një gol, them që loja do të zhbllokohet. Po deri tani not kaluese kanë marrë vetëm tifozërit. Loja në fushë ka zhgënjur. Tani shpresojmë që të shohim çik më shumë se këto që kemi parë. Në rasti i parë vërtet minuta 40 nuk është ajo që meritojnë gjithë këto tifozë. Shpresoj që të fitoj Tirana, megjithëse nuk jam as me Tiranën as Partizanin, sepse dua me gjithë shpirt që Tirana të mbetet në kategori superiore dhe të justifikoj këtë besim të tifozëve të saj. Pjesa e dytë, si asi në mend, kishte rezervuar me shumë raste e mbi të gjitha emrin dhe njeriu gol. Në të 50-ën, Kalari vepron bukur, por nuk e finalizon këtë aksion.
Pas tij vjen mes fushori Karabeci, që godet dhe gjen portën, por Hoxha është pozicional. Tirana vazhdon marshimin drejt portës kundërshtare dhe kërkon golin me patjetër. Tashmë shfaqet braziliani Fortunato, por përballë portierit nuk ka shënuar. Të duket se loja bëhet në një portë dhe Tirana është mjaft kërkuese, sepse koha nuk pret. Në të 66-ën, Selemani ka rastin më ideal, por duket se pas ka qenë fatësjellës. E 77 minutë, ose 2 shtatat e fatit, braziliani Gilberto Fortunato ndes një stadium të tërë. Pas një topi nga këndi, ai mjeshtrisht godet brenda zonës dhe sjell në jetë, jo thjesht një gol, por një ëndër, atë të mbijetesës. 1-0 dhe të duket se Tirana ka fituar një kampionat, e jo thjesht një ndeshje futbolli. E rishohim edhe një herë aksionin, golin dhe festën, se cila më e bukur se tjetër. Tashmë tifozëria nuk mbahet dhe si një vulkan bardhë blu shpërthen. Partizani kërkon të reagojë, por s'ka këllçe dhe s'ka kohë. Tifozët shpërthejnë indinjatën e tyre duke i dhënë flakën stadiumit. E pabesueshme, për herë të parë në stadiumet tona të futbollit, zjarrfikset vihen në punë. Vëmendja duket se shpërqendrohet në aksionin e tyre, por minutat shtesë që ishin 5 rikthejnë gjithçka sërish në lojë. Por Tirana nuk dorëzohet dhe Partizani i ka shkrejuar armët përfundimisht. Më në fund merr frymë kjo Tiranë, që do duket se fatkeqësisht diskuton mbijetesën dhe jo titullin. Në stadium ka festë të bardhë blu dhe të duket se futbollistët e tifozët kanë harruar të ikin nga fusha e stadiumit. Pas ndeshjes, mikrofoni ynë bëhet pjesë e protagonistëve, që natyrshëm të shumt janë të Tiranës. Besoj se është një fitore morali më shumë dhe për gjithë të tifozët që kishin ardhur në stadium. Shpresoj që të marrim, domethënë, pikët e dura që të sigurojmë atë mbijetesën që e presin gjithë. Ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. E kishim vlerësuar shumë sepse për vetë faktin se është një derbi. Në fillim e palla thënë dhe një intervistë më parë që ne nuk e vëshim dyshim fitoren, që fitoheshim sot si me lojë dhe me rezultat. Dhe siç e patë dhe unë fushën e lojës, ne ishim pothuajse dominues 90 minuta dhe arritëm të shënojmë një gol shumë bukur që mund të shënoshim që në pjesë parë. Puna e trajnerit është diçka shumë e rëndësishme për skuadrën, por është edhe shumë e rëndësishme edhe në aspektin njerëzor, sepse neve gjatë gjithë kohës kur marrim rezultate pozitive jemi të gëzuar, ndërsa kur nuk dalim me sukses, atëherë çdo gjë pastaj trysnia shumë e madhe, aq më shumë që ne jemi në një pozitë shumë të vështirë. Pra jemi akoma në vend fundit edhe pse sot fituam, kështu që normalisht domethënë nuk na mbetet shumë kohë për të gëzuar sepse kemi edhe 15 finale tjera si kjo e sotme. Lika ku gabuat sot? Unë mendoj se skuadra gaboi, sidomos në zotrimin e topit apo qarkullimin e saj, kemi bërë jashtëzakonisht gabime. Ndoshta futbollistët kanë qenë më tepër se ç'duhet tensionuar, kanë ndjerë më tepër se ç'duhet këtë ndeshje tradicionale, këtë ndeshje derbi dhe nga kjo ka përfituar dhe kundërshtari.